Të nderuar musliman, kemi hyrë në vitin e hijretit, masi që kemi kërsit gjato bomba, e kalasha, e bombica, e kemi kall, e kemi fliq sa dush. E çka kanë bo ata që kanë kërsit, këni hargju pare? Çka kemi ba me dit? 2 pika, çka kemi ba 2 pika? Çka po di? Që fëmija be? Jo, edhe të mëdhajt. Edhe të mëdhajt, po më tregon një prej vllaznive tonë, se në kena fjet për tër natën prej kalashit. Po kur ke shkavi këtu, ku ke vetrimi i botës, ku ke o trim, nuk të zinë ka së fëstan, nër fëstan gruës të mundosh e më fshef. O musliman, të i kthehemi bazës, shëndosh, bazës. Thot një fjalë popullore e shqiptarve, guri është i rënd aty ku është. Si ta luje gurin pak dikush, pak, anina më në edhe unë muj me shty. E i rënd t'jenë vendin tënd, se në vend huj dërigjojnë të tjeret, po dhe në vendin tënd po dërigjojshin të tjeret. Pse? Ke hup forcën, ke hup karakterin, ke hup nderin, ke hup respektin, ke hup vllaznillëkun, ke hup dinin, ke hup moralin, po pihet në Kosovë alkohol ma shumë se në Kralev. Wallahi ma shumë që shit ka Kosova llojet alkoholike se sa Serbia. Po lypim, hajde inshallah shtetet islamike, shtetet arabe. Allah i bashkoft, boni amin. Allah i vllaznoft, amin. Kena me bo dua, në namaz gjumons, kur to falë në fund, kene mi që duar të më ka me bo dua për muslimant, Allah i e pështoft vllaznit tonë në Gazze. I kanë punët fyz, pyk i kanë punët. Kur ma keq si kanë pas ummeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, kur. Mshel në 4 onët, në 6 onët mshel janë. Të bombarduam janë pi detit, pi tokës, pi ajrit. Qaç keqi kanë punët, na dua bëjmë për ta. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala dhalimin. Lavdi qoftë vetëm Allahut Gjelle Gjelaluhu, i cili ka zemrat e gjithë njerëzimit mes gishtave të vetë. Dhe i ndryshon zemrat e tyre Allahu si don vetë. Allahi na i ndryshoft neve dhe gjithë ummetin zemrat prej të keqes në të mirë. Salavatet ja qëjmë selam ati që ka thonë pra Muhammedit alayhi salatu wassalam, e që ka thonë mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kal jasadil wahid idha ishtaka minhu udwun tadaa sairul jasadi bis sahri wal humma. Që do më thonë, me i pa muslimant mirë si ka hije, duhet me i pa kret muslimant si një trup. Kret muslimant si një muslimant. Allah i na boft qështu. Kret muslimant si një muslimant, si një trup.
një gisht i vogël me të dhimt, krejt trupi për shqetësohet. Allahu i ban ftë musliman të shtu. Armiqësi s'kemi ndaj askujt. Se shumë kushi na i lexon letrat mrapsht, duke mendua se muslimant janë armiq të njerëzimit apo dushman të njerëzimit. Ajo është rren. Na nuk e armiqsojmë askënd. Vetëm e armiqsojmë dhe dushman jemi të atyne që bëjnë fesad, shkatrim në tokë dhe bëjnë prishje e çrregullime. Ndaj tyne është armik Allahu Gjelle Gjelalu, Resulullahi sallallahu aleyhi wasallam, me laqet e Allahut, edhe na jemi armiq të atyne njerëzve të cilve Allahu Gjelle Gjelaluhu ju ka thonë në Kur'an: "Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha", mos bani fesat e shkatrim në tokë, pasi që Allahu e ka krijuar marrë mirë. Laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim, e kemi krijuar njeriu në formën më të mirë, mos bani shkatrim dhe gjakderdhi në tokë. Ndaj aty në normal edhe na jemi armiq. Allahu Gjelle Gjelaluhu e bashkoft këtë umet. Të ndëruar musliman, kemi hyrë në vitin e hijretit, masi që i kemi kërsit gjato bomba, e kalasha, e bombica, e kemi kall, e kemi fliq sa dush. E çka kanë bo ata që kanë kërsit, këni hargju pare? Çka kemi bo me dit? 2 pika, çka kemi bo 2 pik? Çka po di? Që fëmija be? Jo, edhe të mëdhajt. Edhe të mëdhajt, po më tregon një prej vllaznive tonë, sun kena fjet për tër natën prej kallashit. Po kur ke shkavi këtu, ku ke vetrimi i botës, ku ke o trim, nuk dzin ka as fëstan, nër fëstan gruës e mundosh e më fshef. Me pa vetin në të shehve shkavi, da si ti zhena, nisi muzh. Mashallah. Ku të ka hije ty? Së të ka hije. Për së të ka hije se kënë ka në bënë perishan shkijet. Së të ka hije. Me gjithat, vetë dhja ullët. Kërë vetë dhja ullët, s'kemi që kam jabon. Lëshoja volumën sa dush. S'ka s'po vjen vetë dhja në vend në vetë. Allahu Gjelle Gjelaluhu në vetë disoft që ta që jemi në gjami. Ju që po i bini sejdë Allahu Gjelle Gjelalu. Allahu Gjelle Gjelaluhu në i këthëv vetë dhja në plët. Prandaj po ju thamë të gjithva, shul shëp thuhet në popullin tonë, mlidh një ment. Mlidh një ment. Vatoni, dini, pasonia, morali, ekonomia, nderi, karakteri, vlerat e jetës, me palavra nuk mohen. Me palavra, me dallavere, me hajni nuk mohen. Me alkohol, me kurvni, me rëspillak nuk mohet këto. Kjo shkon në shkatrim. Allah ju një moft juve me dhonë kontribut. Kur t'ju thamë me dhonë kontribut, më skuptoni veç hoxha për lip një makjatë në gjuma. Jo, me dhonë kontribut të evlat të juj, të familjet e juja, të vlerat e jetës juj, për çka po jetojmë. Ko respekti i babës edhe i nanës, ko dashuria ndaj Allahut dhe pejgamberit alayhi salatu wassalam, ko dashuria ndaj librit madh Allahut Gjelle Gjelalu, në librit Kur'an, Musafit. Fsheq çdo gjë që është zbe. Bota perëndimore po servon me tëna belat. Edhe fëmijëve ju ka hinë vesh viza. Nuse me viz, qik me viz. E shka mi do me bo asaj qikës me viz ti? Pa jo me viz, 2 viza atjeja kanë vu. Teri ta marish ti një viz mja vu. O, insan,
Kthjelloju. E jemi tash në vit 3 hijretit. Pejgamberi jon alayhi salatu wassalam është shpërngulur prej Mekës në Medinë. Wallahi nuk e din musliman çka ka bë. As nuk e din pse. Mirë po nuk e qesim fajin kabahatin tek ummeti, tek popullata jon, sepse fajet kemi na ma shumë. Na hoxhallarët. Na ma shumë i kemi, se na pak po spjegojmë, pak po kontribojmë para popullit, po tutemi ma shumë se çdo kush, po folim pak, po organizojmë pak, nuk jemi aktiv sa duhet. Prandaj unë personalisht për veti po them, kërkoj ndihmë prej juve, ndihmë që të kontriboni, te familjet e juja, te shokët e juj, te akrabat e juj. Ju të kontriboni, e ju të na mundoni edhe neve, t'ju vim t'ju këtregojmë, t'ju folim, që mës t'kemi dit pa nejë dhe pa me gjlise. Qka është kjo hijret? Me elon Resulullahi sallallahu aleyhi wasallam tokën më të dashur, Mekkën. Këto po e thamë për arsye se këto 3 vitet e fundit e kanë shua Kosovën mbi 150.000 djemtri. Mbi 150.000 për 3 vjet, këto 3 vitet e fundit. Për që tam po e tham? E mandej ku kanë shkua atje? Unë kesh, në Ramazan, në kantonin e italianëve në Zvicër. Ku kanë shkua? Pike 5. Po pyetja ty këtu ku i gjonsh? Në filan kafën edhe në filan kazinën. Ku po i gjojnë? A nuk i gjojnë të xhamia ku janë musliman? Jo, këtu rinë në kafe shqiptarët. E kanë fotografinë e Gjergj Kastriotit, flamurin kënena, po ja ndruan flamurin. Se shumë kush i shkeke për flamur burg. Edhe konga u kneke prej shyret e belulit për flamur. Ja me batë se një kërp kërgjons është. Hiq kërgjons është. Ha, ku e kini flamurin, e më ndruan. Hajtë qonë në kom tash. Flamurin! Ska flamur. U bo me 6 rema. Shkat ka me ty? Ti ki djali, shkoj atje. Ka bo hijret djali jotës të kthejet mo. Ka bo hijret vajza jotës të kthejet mo. Bile po ndëgjoj dikuj ka bo hijret edhe gruja, edhe ajo si kthejet mo. Edhe ato e po. O musliman, te i kthehemi bazës, shëndosh, bazës. Thot një fjalë popullore e shqiptarve, guri është i rënd aty ku është. Si ta luje gurin pak dikush, pak, anina më në edhe unë muj me shty. E i rënd t'jenë vendin tënd, se në vend huj dërigjojnë të tjeret, po edhe në vendin tënd po dërigjojshin të tjeret. Pse? Ke hup forcën, ke hup karakterin, ke hup nderin, ke hup respektin, ke hup vllazëllëkun, ke hup dinin, ke hup moralin, po pihet në Kosovë alkohol ma shumë se në Kralev. Wallahi ma shumë që shit ka Kosova llojet alkoholike se sa Serbia. A Kosova o 99% musliman, për jemnit e Serbia është 99% krishter. Mirë po këtu ma shumë ka alkohol, ku o haram alkoholi. Për qatë sebep edhe parlamentarët beg ju mërziten që alkoholi jonë pa banderola. Po shkon po shitet pa dogan, pa pores, pa të vëshe. Qysh bohat alkoholi kosovar, ma i miri raki, që të pinë, sa katon, plet dras, me konë pa banderola. Kjo zban, për unë në vendimin, duhet me pas banderola, kjo pije me vlerë të madhe. Që kjo i meti jonë, ku jam i sot? Prandaj o musliman, jam i në ditët të qëti hijretit, pejgamberit që është shpërngull. E do të foli pak për hijretin e pejgamberit,
se pak kemi folë për pejgamberin ton alayhi salatu wassalam, pse ka lëshu Mekën, ka shkuar në Medinë. Kret ka qenë një qëllim. Fen, fjala fe, na që e dim feja, se këtu shqiptarët në përgjithësi kosovarët, jo vetëm shqiptarët, turqit e romët e bosnjakët e krept, kosovarët, e din fen, se ka renin feja hoxha feni, tash është qetërsen, se ka renin feja, a kret është e lidhë me që ty puna, kret nyja, është e dini Allahut Gjelle Gjelalu, sepse pa fej s'ka kur gjo, pa fej as një send s'ka, gjdo send lidhet për fej, kret Serbia o lidh për Pavlen, kret Italia o lidh për Papën, kret Zvicra ishe lidh me për Kishen, Shqipnia dhe Kosova jo. Pse? Këtu Karl Marxi na i patën bon pejgamberia 50 vjet. Marxi u bon pejgamberi on 50 vjet. Edhe Lenini, edhe Darwini, edhe ateizmi, edhe laicizmi, edhe tash kushtetuta e pa fe. Laike, pa din, pa iman. E pejgamberi po bën shpërngulje prej Mekës në Medinë. Pse? Sepse në Mekë po don me i vun gur themelin e një shtetit që Allahu o i knaqur, një shtetit musliman, një shtetit që Allahu o razi i knaqur ndaj tyne. Ata temel për mjavun, po duhet mjavun vllaznillakun. E në Mekë s'kish mundësi dhe të shpërngullet për Medinë. I ardhi urdhni Allahut Gjelle Gjelalu më shpërngullet Medinë. Une nuk përshkoj historikisht çka ndodhi e çish ndodhi, se në hutbe kjo është 2 orë me junajt, prap nuk i dalim në qosh. 2 orë. Merë po përshkojmë në Medinë, kam rri pejgamberin në Medinë. Gur themeli i parë cili ishte vllaznillak. Pa vllaznillak o musliman, pa vllaznillak s'ka iman, pa vllaznillak s'ka vatan, pa vllaznillak s'ka luft për mu mbrojt, pa vllaznillak s'ka ekonomi. Prandaj, gur themelin e parë vllaznillakun. Ndëgjone për vllaznillakun, çka ka thonë pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam. Thalathun man kunne fihi wajada halawat al iman. 3 veti, sifate, 3 sene, kush i ka, e ka shijue ambëlsiren e imanit. Allahun me e dash dhe pejgamberin ma shumë se vetë vetin. Një, manen ment. E dyta, me e dash një qetrin, pa interes. Kur të folim për vllaznillak, une nuk e di do njani që nuk ka problem me vllaun e vetë. Për ju thamë kështu, haptazi, nuk e di që dikush mundet me më thonë, hoxha, unë kur farë problem me vlla temin s'ka. Me vlla, po me vllaun tjetër musliman, se muslimant janë vllazën. Allahu prej mbi 7 qiell na ka thonin në mel mu'minuna ikhwa, besimtarët janë vllazën. Para 10 vitëve kaloi lufta. U formua UÇK-ja. Mrenda aty dolen edhe shpionat në popullat, që u dite kretë çka po zihet. Vllaznillaki jon ishte i shkatruam krejtësisht. Një shko hinke në pazar, 500 trektari bojke kohre. Pse? Tu i kallëzu për një qetrin. Vllai për vllaun, as nuk tregon të keqen. Jam mbulon të marrën, jam mbron pasunin, jam mbulon nderin, karakterin, ja ruan moralin në muzin, ja ruan në jetën gjakun. Që kjo ka vllai për vllaun? Në mbrenda qasaj kem prap keq. Prap, a disa jemi kanë keq? Një Prizren me 200.000 banor, 200.000.
200.000. A disa ushtarë ka pas kasarën e qëtushme? 400 ushtarë shkijen, edhe 8-19 vjeqe kanë detit shkretit që. Mja u pas ba me kam. Veç civil ka ti këshin milipe dhe me ikdika. Njerë shka, ata kanë pa që kënë vlasni laki i popullatës tonë. E kanë pa vallahi, e kanë bo studim. Qështu? Edhe sot jemi qështu. Prandaj po ju tham juve këtu. Mës më këshirë një hoqë mazlumin. As shka ka folë hoqë mazlumi. As shka po bojke. Këshirë në shka po mirëni e kuj po jaqoni. Materialin kuj po jaqoni. Ku po jaqoni? Ajetin kuranor, fjallën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ka thonë në hadithin të cilin ju kom spjegu plot herë, vetit edhe juve. Lan tadkhulul jannata hatta tu'minu. Nuk hynin xhennet pa iman. Në xhennet s'ka pa iman. Çelësi është me iman. Kurse çelësi imanit ton la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Walan tadkhulu walan tahabu walan tu'minu hatta tahabu. Nuk më hynin në xhennet pa iman. Iman s'mundni me pas pa e dasht njëri tjetrin. Mos deklarot dikush unë e imanin natë fort. Po më thot njëni, une nuk lejoj që kush ta doj pejgamberin ma shumë se unë. Ti nuk lejojsh me goja, ma punët si kije. Ti mos lejo me punë me vepra, se nuk lejoj. Halkit bin salavat për pejgamberin dit 1000 herë. Ti zdish një herë salavat mi qua Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed. Bini salavat për pejgamberin kretet Allahumma salli ala sayyidina. S'hynin xhenet pa iman. S'kini me pas iman pa e dasht njëri tjetrin. Apo doni me dasht njëri tjetrin, jepni përshëndetje selam njëri tjetrit. Ku mi dhanë selam, plot xhamatli nat namazit, nat xhamiave be juve jam. Natë gjamiave që shkojmë falëna në për gjamiat e Prizrenit. S'po thom ata që s'falen, ata që falen, kur më takojnë, kryet kështu, selam së në mjapin. Psa si ki punët luk, ti ma krabatet tua? Ti pu si ki punët. I kom tregua juve se 2 milion e gjysë Kosova në past ma ata që i kemi jashtë, ose ma tepër, ose ma pak, 5 milion e gjysë ankesa në prokurorit Kosovare i keni, në gjykatët. Dhe më thonë, gjdo kush ka 2 ankesa kundër diku i ka bo. Avukatët plot punë. Plot punë. Në këtë Hazreti Ebu Bekrit radiallahu anhu, e ka vu Hazreti Ebu Bekri, khalife, e ka vu gjykatës Hazreti Umerin. Më të drejtin e sahabëve, më të reptin për drejtësi. Mas 2 vjetëve, o Ebu Bekër, ha Ömer, tha unë po japi dërheqje, pse? Po as një palë se kam shërbyje deri tash. As një palë se ka shërbyje, pse? Se kërkush si ka bon lazëm me hi në burg, e me hi në gjykatën islam. Pse? Kretë kanë pas frigën e Allahut Gjelle Gjelaluhu, si ja ka bon shërrin një një qetrit, si ja ka shtu i megjen një një qetrit e kështu me radhë. Imeti Muhammed sallallahu aleyhi wasallam që kjo është. E tash na që të pasqyrë që u kalzova juve që shtu përshë, sekreti kena hapë sytë, tash që prom në thanë, Bamir Topi këtu tha do t'ju pranojnë edhe shumë shtete tash të vendeve islamike anë e knine. Edhe Fatmir Sejdiu që ashtu në tha, na me plot sekret, po dojmë me pas një farë vatani, një farë shteti, një farë shtet që funksionon. Me që aton kretë, a kanë fillu e veç populata janë me marrë veç në nështetësi austriake, zvicrane, italiane, gjermane. Matë në nështetësi, mu më vjen keqë që i bënë vaki, si lanë edhe mu vërros, mu në trojët e veta. Pse? Po ti, dërgjavljan alaman, atje duhet mu vërros. S'lema ardë mu vërros, a ke pëlqyju atje duhet mu vërros. Në vërros shkive, s'ka. E na përdona me pas që ta. Po lypim, hajdi shala shtetet islamike, shtetet arabe. Allah i bashkoft, boni amin. Allah i vlaznoft, amin.
kena me bë dua në namaz xhumos kur to fal në fund, keni më çudur të më ka me bë dua për muslimanët, Allah i pështoft vllazërit tonë në Gazë. I kanë punët fyz, pyk i kanë punët. Kur ma keq si kanë pas ummeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, kur. Mshel në 4 onët, në 6 onët mshel janë. Të bombarduam janë pi detit, pi tokës, pi ajrit. Qaq keq i kanë punët, na dua bëjmë për ta. A ata në me zveti 300 milion Arab me 3 milion qifut. 100 milion për 1 milion. 100 milion për 1 milion. Ta shtë ju të regoj në fjalë pejgamberit mas miri. Se diku i thot mendja, po neve shka po në intereson që kanë punët ata në muslimant. Ja, na jemi si një trup. Allah ja u letësoft punët. Allah ja u pranoft dëshmorët. Allahu ja u mjekoft shëroft të plaguarit. Boni dua me familjet e juja në për shtëpia, Allah ja u letësoft. As medikamente, as rrym, as uj, as buk, as kurgja, vetëm barut mbi ta. Të gjitha llojet e bombardimeve mbi ta, që 14 ditë, nesër e 15 abonët. A patëm fjallën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, shembulli musliman vanë si një trup. Nëse ankohet gisht i vogël i komës, të natën s'flan. A ke fjetë bre burr? Jo bre, thuash më ka dhimt, një thua gjatë natën. Qysh për një thua që atje 100 kg ti s'ke fjetë? Për një thua 5 gramsh, 100 kg s'ke fjetë? Subhaneke ja Rabbi. Imeti është në qëtë deregje. Ka thonë pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam, o musliman, kanë me ju armiqësu dushmënllëk ndaj jush, muslimanëve ju ka kallëzua. Ajo vlenë edhe për neve, rreth e për qark juve, si kur ju kur e vinit, sa hanin në sofër, në familje, shka i bani? Ju armiqësojnë, si kur ju kur armiqësoni, gjellën. Edhe e sosni e hani. Aj që ka ardhë ma vonë, s'ka vëlla. Përgjitja divo. Pse ja Resul Allah, a kanë me konë musliman të paka? Jo, ka thonë, kanë me konë shumë. Tekstualisht po thot, bel entum hina idhin këthir, walakinnekum guthaun ke gutha i sejl. Jo, kini me konë shumë, po vlera e juj në shumë, kvalitet s'ka, kini me qenë si shkuma e vërshimeve, e selit. Edhe në hadis përmendet fjala sel, se na sel popullor që i thejmë, është prej arabishte se marrë me vërshim, kur vjen shumë vërshim, bon shkum. Kur bon shkuma, a qënë pesh shkuma, e nalim me një qyshe, ato kërsasin, cek, ujësjet, vlerë s'ka. Walakinnekum guthaun, ke gutha i sel, jeni si shkuma e selit, e vërshimeve. Ja Resul Allah, pse kështu mund me kanë muslimant? Ka thonë, Allah i ka mja uquë dushmonve t'juj guximin. E neve juve ka mja uquë një smuje e ka emnin arab që vehnin. E sahabët se kanë kuptu fjallën vehen. E që kanë kjo vehen, ja Resul Allah, që ka më në ardhë neve? Keni me dasht shumë dynjon e keni me ju friksua dekës. Dynjon shumë pedoni, me vdek s'podoni. A vdekja ka më godit? A ka vdekje pa e gjel? S'ka. Mirë, po kur hup imani pri zemrës, kur del, se kur që thash sot një javë, kush bën zina dhe pinë raki, në hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, po thot, i zhveshët ati imani, i del, si kur që e zhveshish këmishën prej trupit, kështu i del imani. Zinaçarit edhe, alkoholiqarit. Allah i na i boft kabul lutjet tona e na i falt gabimet tona, ja Rabbi. Wallahi, po më vjen marrë me pyet, po juve trive, po ju tham, që jeni tri, se për i matë vjetrive s'po guxoj me pyet. Goja e sa muslimanëve ka me të papi i raki, e papi i piv, sa buz ka në Kosovë që se kanë kërkua atë fliqtin, atë bërlok, që pejgamberi ka thonë është nëna e fliqtirave, sa buz kosovare ka që se kanë kërkua. Prandaj ju të rritë keni kujdes, Allahu Gjelle Gjelalu ja upshtoft fytat e juj për alkoholit.
Çka erdhi me të ky hadith? Kini me qenë si shku me detit, të pa vlerë. Vallahi, kjo fjalë që jo fol para 1400 vjetëve o vllazën, paqare ka me ardh koha. 300 milion arab. 300 milion janë, 22 dërzhavë, shtete, dërzhavë, jo thëmë qëllimi. 67 shtete islamike. Merë në moment Egjipti, prej cilit na po presim më na pranu shtetësi. Kryetari i Egjiptit, e nuk ma i vetën, normal vetën kërkush së në bënë kërgjo, e kam shelë që janë kufi me gazën me Izraelin, s'ka me hi, as me dalë. Aty parni, Izraeli po bombardon vendet krejt, bile po bijen edhe bombardime në trojet muslimanëve të Egjiptit. Në qatë dëregje kanë ardhur muslimanët. Si në gjendje, populata o qu, populata jemi na si shkuma. Qona një saat bërtisim, bam, bum, ato me freskojmë vetë vetin, adin? A u knaqet, po, ajtë shkoni tash në përshpia. Qëto populata, si kur na, kemi dalë me vikat, unë e din 65 dit kur dolëm demonstrat, dhe vikat. Zbahat dëshmanit me vikat, me dëshmani e din vetëm deken hak. Me kajt gruja vete, vladi vet, nëna vet, baba vet, me pa dekt. Pas ka dek shkav. Për diska dhe shkavi. Qëto e donë? Na jeva dhe, na e këshirëshim vërmica, o qelë. Vërmic? A i ke qelë dyrë? Allahu e forcoft këtë ummet. O musliman, nga në pejgamberin e juj alayhi salatu wassalam çka ka thonë, dashuronja o evladve juj 3 gjona. Dashuronja o evladve juj 3 gjona. Dashuronja o Allahun, evladve të juj. Thuj evladit, o evladi jam, kusht ka kriju babi ty? A i zdi me thonë kështë. Pe këshiri një reklam, për e bëjnë kam i që letër ati që për e bëjnë këtë reklam, që ja ka falë, tha këtë tokë nëna natyrë. Stakfirullah. Nëna natyrë, ku i ka falë tokë nëna natyrë? Jo për natyre si natyrë, si ta ndërtojsh është e mirë, si mos ta ndërtojsh, s'ka gjanë tonë, tokë e Zotit. Nëse kemi ndërtuë, po dojmë me ikë pisaj. Në Zvicër e këshin ndërtuë, kretë po dojmë me shkuë. Atje nuk e kanë më të mirë tokën ata. Vallahi se kanë më të mirë. Gjithë verën e ftoftësht. Na kemi tokën me kretat mirat e Zotit. Nëna natyrë tha që e ka falë këtë tokë. Çfarë nëna natyrë? Allahu e ka falë. Në televizor ai po ja imponon fëmijës tonë, nëna natyrë e ka falë. Mësoja fëmijës tonë dashninë e Allahut dhe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe dashnoja fëmijëve të juaj dashninë e Kur'anit, me e dasht Kur'anin famlart, Kur'anin me e dasht. Edhe mësoja u pak disa suret Kur'anit e vladit tant, edhe mësoja e vladit tant faljen e namazit. Ban me ton diçka. Ban me ton diçka. Mos më ngosh ka po thamun këtu, shka po folke, sa po vishin e, po e zgatshin e, pete proshin e, shka s'po përzike, është mazlumi e, shka s'po bojke. O musliman, qohec me familjen tonë në rrugë Zotit e janë gjami. Bani ibadet Allahu Gjelle Gjelalu, duje Resulullahin sallallahu aleyhi wasallam, kontribo kundër haramit, kundër alkoholit, kundër drogës, kundër duhanit, kundër të këqijave, që të kanë mshel shpinë tënde. Po lexoj një breshur në internet, ka hi në internet, tak, shbë internet apo martohë, në kanë pështuar neve, mo një qasë po bëjmë na, në internet i bëjmë një qa, kunarizim. Ka qelë, pa më kazatet, në femën martume. Kush jetë e kje, për dit, një dit, a bën bë me të pa? Masi gjithë të muhabete, po bën me të pa. Veç me të pa, mo, qyre unë jam i martume, o frajer. Ani be veç me të pa. Hajde u pam njëherë, hajde, u ba mirë, u pam, dy laf, hajde shku. Më apet në interneti, ja, se tash një qapë bën interneti, ja, mo interneti s'po këqyren martume pa martume plak e tre. Po ve kunorizima, po ve.
Me 15 euro interneti gjithë muin asa është, unë se kam në shtëpi. E tash, për s'dyti, edhe një herë për me të pa. Ani be binden edhe një herë. Po e lexoj këto, femna që ka o deklarua. Edhe një herë pa. Me tash po thot unë spedua burrin tem, si jemi pa ne kemi hin dashnin jani me qetrin, burrin spedua. Ai burri shkret po punon si kali. Për thët burrit ti pak jetë të punopshër, sa po duhet tani kënina këtu hargjimet e sen e rene këni, tash pse s'pedo, ka fillua urrejtja ndaj burrit, ja ka lënë fajet ati interneti, ka hi urrejtja ndaj burrit vetë, pse për internetit ka kalu dashuria në qetër kahin, edhe që tash ti apëtysh pak jetë të punu 9 saat, 10 saat, 12 saat punu, heret po vishti pi punës, tja përshe nevojat sot sa jona një kënina, e po thotë në fund, ra interneti edhe ma prishi dashurin e familjes dhe ma prishi familjen teme vetë, po deklarohet femne. O musliman, halë i metit është që ky. E lusim Allahun Gjelle Gjelaluhu, Allah i na këtheft në rrugë të Zotit. Rruga Allahut Gjelle Gjelaluhu është Kurani, në Kur'an, dhe veprimtaria, puna, jeta, sjellja, fjala, morali i vetë Resulullahit sallallahu aleyhi wasallam. Allahu Gjelle Gjelaluhu në boftën këti met edhe na me konë prins, edhe na me konë në atë rrugë, edhe na me sakrifiku për atë rrugë, edhe na me edasht atë rrugë. Aty e rrugë e bereqetit. Bereqetit që me pak thuash elhamdulillah, me shumë elhamdulillah, me pak elhamdulillah. Allahu Gjelle Gjelaluhu në mësoft neve edhe gjithë evlat tonë, farefisin, akrabanet, vendit e gurbet që i kemi. Allah i në këtheft rrugën Allahu Gjelle Gjelaluhu. Wa akhiru dawana alhamdulillah. Wa salillahum ala sejidina vë nebina Muhammed wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thoni astagfirullah, lutë një Allahut khajr për veti, për familje, për këtë umetin Muhammed sallallahu aleyhi wa sallam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala sejidina vë nebina Muhammed wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ardhja pejgamberit në Medina, një mas pari që folëm, musliman lëkin e ka bon qështë. I ka afru. Ne që shedini, kretë jemi, jo kështë. Copa. Prandaj për i thamë vetit edhe juve. Mundonu që të përëdhoni. Të përëdhoni, të ashtoni dozën e vllazën e Allahut. Mundonu se cili. Mësu mundoni me ja gjetë marrët turpët e njëni qetrit, po mundonu që të i përmirësoni turpët e juja. Mundonu që të i përmirësoni gabimet e juja, e jo me ja gjetë vetëm gabimet e tjerëve. Prandaj, ardhja pejgamberit në Medine, çka ka bo? Vllaznillakun një. Hapjen e xhamis. Xhami, ku kanë mutubua muslimant, me një pejgamberin çka po fol, ku kanë me mësua muslimant, ku kanë mu edukua muslimant. Se xhami, fjala në gjuhën arabe, është send i madh, që sot në nënkupton me këto gjuhët e reja të zemanit tonë, universiteti. Xhami i thënë universitetit në gjuhën arabe. Mirë, po ajo ka kaluë prej kësaj na që e kemi pas në islam, ka kaluë xhami ku falesh, qëtërsën s'ka, qëtërsën dikish. E në universitet kje qika të reja, djemëtri, kafteri, kretasenet. Ka kaluë ajo. Ka ardhë i ka vllaznua, ja u ka hap xhamin dytën, edhe tretën shka ka bon Resulullahi sallallahu aleyhi sallam. Me ditë e menat të i kontribua t'ja uruje ekonominë e muslimanëve, pasonin, ekonominë që mës të hargjojnë pasunin pa lidhje. Mës të hargjojnë pasunin pa lidhje, në haram. Ani ka formu pejgamberi një dishka që i thohet sot, banka popullore, ose shtëpia mallrave, ose arka shtetnore. Në arabisht e i thejnë bejtul mal, arka shtetnore. Muslimanti të bojnë aty zeqatin, sadakan, vitrin, hajen, pijen, veshen, kret, edhe ushqehen fukarat e ati vendit.
edhe të tjerëve. Shiko çfar themele të forta. Pra po e ndëgjoj në TV Opinion Sali Berishën me Hashim Thaçin dytë në dialog Shqipëria dhe Kosova, sigurisht edhe ju plot e keni përcjell se tash jemi bën politikona kretet. Kret po do me ditë. Pse?